në kuadrin e disa takimeve që po bëjmë me grupet e interesit për problematika të cilat ndikojnë direkt në aktivitetin e bashkisë, ndikojnë direkt në aktivitetin ekonomik, por njëkohësisht që janë të rëndësishme për, do të thoja, për një program të mirë menduar për bashkinë, edhe për atë që mendojmë në 4 vjet duhet t'i ofrojmë bashkisë Shkodrës. Unë doja sot të dëgjoja, diskutoja me ju në mënyrë të hapur dhe si një mbledhje pune dhe takim pune, cilat janë shqetësimet dhe problemet që ju shpesh herë keni hasur gjatë aktivitetit tuaj të këtij sektori, sa mendoni se ato janë dhe si mendoni se si ato mund të jenë të zgjidhura, sa ato impaktojnë ose krijojnë probleme të cilat ne duhet t'i evidentojmë sot. Është me të orket që prapë më shumë vite dhe më shpesh dëgjeseve që bëjmë prapë kërkojmë jeta gjana. Është me dëmos sa më parë një impjant uneve të pista për që është në liçen më kriju sa më parë, i cili ndikan shumë tek natyra, tek turizmi. Mendoj që ai kryetar bashkie që ka më marrë nisëm them që ka më metë edhe një histori sepse është prej shumë vitesh që kërkohet, po ashtu edhe mendoj që është problemi më i madh që ka qyteti i Shkodrës. Në pikë 2 që them që është shumë e domosdoshme duke pa që lumet tonë janë kthyer në koshat me meteorina që thonë shpesh. A kemi në sot një statistikë ose një studim të, do të thoya, kompleks në lidhje me problematikën mjedisore në bashkinë e Shkodrës? Vetë shërbimi i menaxhimit të metjeve është një pikë që duhet përmirësuar, sepse është fytyra parë me të cilët përballen turistat kur vinë në Shkodër, pra po marrim vetëm shembullin e Shkodrës, menaxhimi që edhe në vetë koshat nuk menaxhohet në mënyrën e duhur. E dyta, ka shumë mbetje të tjera që nuk shkojnë në landfill, sepse landfilli nuk i trajton. Në fakt, në vite që kanë qenë në përgjithësi, kemi pasur prioritet në rrugës dhe kemi arritur të realizojmë disa dhe vazhdojmë në prioritetet tjera, apo kemi pas gjithmonë për të njëjtat prioritete të cilat nuk i kemi realizuar? Gjanat që duhet me u përmirësu janë në aspektet të tjera, pra edhe vetë shërbimi duhet përmirësu. Po 30 vjet nuk kemi pa një mirë koordinim ndërmjet këtyre institucioneve, pra ndërmjet bashkisë e institucioneve. Edhe nëse dalin në mjaft pjesë të qytetit Shkodrës edhe jashtë qytetit Shkodrës, shohim që nuk ka një kontroll. Që s'ke drejtë pjesën e fundit ke shumë drejtë sepse pranaj lumet na i kthyn kosha meteorinash. Prandaj Shkodra nuk pastrohet shumë, prandaj në darjen e bund se dihet se çfarë është no, pse për mos koordinimin të bashkisë me institucionet mjedisore. Ne që kemi për një kohë gjatë që e njohim potencialet e këtij rajoni dhe të Shkodrës, Shkodra vërtitet mes potencialit dhe problemit. Shkodra ka nevojë për menaxhim të mbetje. Kush është garant tek donator të huaj për Shkodrën? Unë njoh njerëz me potenciale të mëdha me kredibilitet. Por një ndër njerëzit që njoh që është garant të gjitha institucionet ndërkombëtare të lëvizjes rajon, një nga ata është Venet Beci. Ajo që është problematika është se të gjitha ujërat e zezat e qytetit Shkodrës derdhen në lumin dëjnë dhe me raste për shkak të abuzimit, shpërdërimit edhe tek ura bunës. Në lidhje me trajtimin e ujërave, mendoj që siç e tha dhe zotëria Mirsadi, duhet tjetë në vëmendje parsorëve ndërtimin e impjantit trajtimit të ujërave për bashkinë Shkodër. Ka informacion fakt që është një projekt i KFV-s që është në proces? Projekti është ekzistues pra, për zbatueshmërinë e tij është problem me fonde shumë të mëdha, të cilat një pushtet vendor nuk mund t'i mbulojë vetë. A kanë në fakt qytetet që e kanë zgjidhur këtë si problem sot? Lezhë e ka impjantin e trajtimit të ujërave, është në funksion, është shumë eficient, ka i problem që të shtohet kapaciteti dhe është po vazhdohet për të kriju mundësinë për të pa mundësinë, por më është i suksesshëm si përvojë. Një komunitet është ankuar her pas here lidhur me cilësinë e ujit pishëm. Në fakt ne kemi ushtruar, kemi verifikuar situatën, fjala është për banorët e Postribës. Këtu në Shkodër gjeneron shumë mbetje teknologjike nga fasoneriet në sasi të konsiderueshme, për të mos thënë 100 tonë. Dhe për shkak të kostës lartë të vadimit tyne dhe mungesës vëmendjes nga ana bashkisë deri më sot, i hedhin të kazanët e mbetjeve urbane. Velipuja për shkak të fluksit të lartë të pushuesve në sezonin turistik kërkon pastrimin e tyre e kazanëve 3 herë në ditë, gjë që edhe nuk realizohet.
Ka lëndfill mbretësh i ndërtë në bushat, zakonisht lëndfillet janë rajonale, nuk është se çdo bashki duhet të bëjë mbret lëndfill, por bashkia duhet të përcaktojë një vend depozitim të përkohshëm. Po sot ku janë sot mbetjet inerte? Sot mbetjet inerte hidhen kudo. Unë do kisha qeftë si bashkia Shkodrës të kemi zyrë koordinimit për të gjithë UEF-et që ka. Ku do të keni kuror për të asaj që ka pas. Bëhet një plan zhvillimit për çështjen e mjedisit. Ku të gjithë organizatat, të gjithë ata që punojnë në qendër të kenë kurrë referohen. Me drejtë Sokoli tha, ne na duhet një zyrë koordinimi, ne na duhet një plan mjedisi, ne na duhet disa instrumenta. Zgjidhja e problemit mjedisit nuk vjen si zgjidhje që kryetari i bashkisë do zgjidhë problemin mjedis, po do zgjidhë sistemin që zgjidh problemet. Ke probleme të cilat nuk i zgjidh dot bashkia, por për të cilat negocion bashkia me të tretë. Problemet e bashkisë janë problemet që i zgjidh problemet bashkia. Bashkia në punë. A është bashkia në punë për zgjidh problemet e saj dhe si organizohet bashkia për zgjidh problemet që i zgjidh vetë. Mos prisni që kryetari i bashkisë di dhe zgjidhjen e secili problem, se nuk është as ekspert, as nuk ka, por do ndërtoj një sistem i cili duke njohur problematikat jep zgjidhje dhe ofron zgjidhje për problemin që vjen. Mendoni se unë do të jap një ekspertizë më mirë se që dini ju, a harroni se do i them në një gjë më shumë se ç'dini. Pa që do të krijoj një mundësi, dhe të punoj me ju për të krijuar një mundësi që ju të jepni më të mirën tuaj në një sistem të bashkëpunimit për zgjidhje problemet në Shkodër, afatgjatë dhe jo sa herë vjen njëri si 3 prioritete, pastaj tjetër 3 prioritete. Kjo do ishte arritja më e madhe që do kisha bërë unë dhe që do ta quaja pjesë të menaxhimit. Është shumë e rëndësishme fjala bashkë hapur, dhe hapura fillon që këtu. Filloi që të dëgjimi që bëj dhe të lutja ime për ju për të folur dhe për të bërë një program, por në fakt është për të ndërtuar një sistem bashkë. Unë besoj shumë te ndryshimi që duhet bëjmë në mënyrën si e menaxhojmë. Edhe na jemi privilegjuar që ti pranon me na bë pjesë qendrmen ta ndërtojmë së bashku. Ne e dim tashmë që në 2016 që pyet pjesa më e madhe e tyre përveç zonave të mbrojtura nuk kanë kaluar në administrim dhe në polici bashkive. Shkodra ka një sipërfaqe të konsiderueshme e pyetje. Bashkitë kanë krijuar dhe drejtoritë e administrimit të tyre, por ata duan mbështetje që të menaxhojnë punën e tyre në funksion të zhvillimit dhe të rritjes si prioritetet e tyre duhet të mbështeten. Dhe i ka kohë që edhe Bashkia e Shkodrës të bëj planin e menaxhimit ashtu sikur e ka bërë Malësia e Madhe. Problematikën kryesore që shihja unë pikërisht tek Bashkia e Shkodrës, rekrutimi i specialistëve të pyjeve, të fushës teknik pyjesh dhe inxhinier pyjesh. Të 2 vitet e fundit në shkollën pyjore kemi pas një rritje të konsiderueshme të numrit të nxënësve. Unë bëj praktika profesionale me nxënësit, të paktën 3 herë në javë dhe dalim në terren në zona shumë malore edhe të ulta, por shoh një neglizhencë të jashtëzakonshme, shoh ndërhyrje, prerje ilegale, gjëra të cilat nuk frenohen dhe mua më vën shumë edhe si specialiste. Fal qeverisë shqiptare i kanë mundësuar një bursë të plotë secilit nxënës i cili regjistrohet në këtë shkollë. Ajo që duhet të siguroj nuk është një premtim elektoral, është ajo që thash, ju premtoj se do të bashkëpunojmë. Ju premtojmë që do të krijojmë bashkë atë që ju mendoni se është më e mira për sektorin që mbuloni, për ekspertizën që keni, dhe ju garantoj se kombinimi, koordinimi, strukturimi i problemit do të jetë avantazhi dhe suksesi i asaj që do bëjmë ne në Shkodër për çështjet e mjedisit.